Erdh komandanti pi Persijës, delegacion të Omer Khattabi. Delegat të Omer Khattabi, se ja kish turbullu këtë shtetin atje. Edhe hinin Medinë, tha ku është ai Omeri, kush e ka emrin këtu Omer? Kush ata krijetari këtu? Ato të pazarit i thanë, shko afro që nga xhamia se gjenë të flet dikun. Tha qish, qaj shka i ka quqa të ushtri që atje në Persi, të flet dikun? Po be tha afro që atje në xhamit për nga mesram edhe e gjenë dikun. A ishte pagan, mushrik, persian, me gjus. U afru dhe e pa Omer Khattabin të flet. Edhe para se me trazu, qka i tha? Adilt, fenimt. Ti ka ne i drejt, për së ta ka ne të flet, pas sigurim. As një njëri rreth vetës, vesh një shkop. Me qatë shkop, 12 vjetë ju ka tu të bota, me një shkop. Ti, sot njerëzit kanë shumë bare, po si shkon fjara. Me një shkop Omer Khattabi, qka i tha ki persiani? A vallaj, ka ne i drejt. Shumë i drejt ka ne. Edhe ka pas ke flet. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, flet Omeri se i kish punë mirë me Allahun xhelel xhelalu. Si ti kish punë mirë, flet. Ama vallaj, nëse ki bo zullum, nëse ki bo gjuna, nëse ki bo mëkat, së nëzë gjumi kur. Ti ki me flet, ama ki me kanë në azab. Ti ki me flet, ama ki me kanë i shqetsum. Ti edhe në ndër kanë me tarë gjunat. Ti në dunja e në akhiret e në varë deri kur të takosh me Zotin xhelel xhelalu, këna mi apa shërën e sajna.